Nuk do ishim ne 2 vite larg, 2 vite, fundi 2027-s, 2 vite përfundimit të gjithë procesit historik të negociatave me Bashkimin Evropian dhe të gjithë procesit historik të ngjitjes drejt një maje që nuk e shihnim kurrë, sepse Bashkimi Evropian, dëgjoni këtu, nuk bën politik dashamirëse, dakord, kur vjen puna tek negocimi. Po është e vërtetë, Europa kur vjen puna te standardet nuk të fal. Dhe Europa e ka përcaktuar qartë kush janë standardet që duhet të kalojnë vendet e Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. E ka përcaktuar qartë që me Kroacinë. Kroacia në vitin 2011 arreston kryeministrin e vet Ivo Sanader. Në 2013 Kroacia është pjesë e Bashkimit Evropian. Vetëm 2 vjet më vonë. Tani Shqipëria ka vërtet një shans të ardhë që në 2027 të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Por referuar modelit kroat, ne na duhet që në 2025, pra 2 vjet para hyrjes të